Policia e Shkodrës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur në lagjen Guerril, ku një person qëlloi me armë zjarri teksa ndiqej nga uniforma të blu. Sipas policisë, Barush Bregu, i njohur edhe si Bajram Bregu, ishte autori të shtënës në ajër në përpjekje për të së mbrapsur uniforma të blu. Ky i fundit është një emër i njohur për policinë për shkak të precedentit të theksuar kriminal, teksa konsiderohet edhe si krahu i djathtë i Ibrahim Licit, po ashtu një personazh i njohur në botën e krimit. Policia njofton se në automjetin që u vu në ndjekje ndodheshin edhe 2 persona të tjerë, një 17 vjeçar dhe një 43 vjeçar, të cilët u vunë në pranga. Ndërkohë, Barush Bregu është shpallur në kërkim, teksa arma e zjarrit me të cilën ai qëlloi është sekuestruar. Njëkohësisht, ai rezulton në kërkim edhe për përfshirje të dyshuar në një atentat të mëparshëm në Shkodër, ku humbën jetën Armando Pali dhe Liridon Kraja, ndërsa mbetën të plagosur Erogen Vaso, i njohur edhe si Brajovic, si dhe kamarierja Meri Kaceri. Sipas hetimeve, dyshohet se Bregu ka siguruar armët, mjetet dhe pajisjet e përdorura në atë sulm. Në vitin 2016, ai u dënua me 4 vite burg për kultivim të bimëve narkotike në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. 2 vite më pas, gjatë një kontrolli në banesën e tij, policia gjeti një automatik Kalashnikov. Në maj të vitit 2019, ai u arrestua sërish pasi ishte shpallur në kërkim për disa akuza të rënda. I konsideruar si një nga personat me ndikim në botën e krimit në Shkodër, Bregu dyshohet të ketë qenë një bashkëpunëtor i afërt i Ibrahim Licit, i cili akuzohet si autori dyshuar i vrasjes së 2 fishë të vëllezërve Bilali më 30 mars. Familja Lici përmendet prej kohësh në përplasje me grupin tjetër kriminal Bajri.